Studentët shumë shpesh në vetin suksesi ku është? Suksesi është kjo fotografi. Pengesa kum pas gjithmonë, mirë po ja kom dalë. Ka qenë koha, dhe me thonë, para luftës që nështë e vetëmi biznes që ke mujtë me përparu dhe me punu ka qenë pazare, se nuk kam pas biznisë ndryshme se nështë kemi rridhen për një familjes të varfën në aspekt material, por shumë pasun si bashkim familjar. Studentët shumë shpesh në vetin suksesi ku është? Suksesi është kjo fotografi, ku prej moshës 6 vjeçare, 7 vjeçare ju mundu me punu që të krijimtar në të mira materiale për familjen, zbashu me ndihmën e vllazëve të mi, të cilët falë tyne dhe jam të ku jam. Puna ime e parë ka qenë BDEV, ku kom hapë, dhe me thonë, ku vetë kom qenë si punëtor, si doktor, si asistent, si pastru, si gjitha. Krejt punë ti ke bo vetë? Absolutikisht. Nështë është e prej kujtime më të mira që më kujton tash. Të gjitha shërbimet dentare. Të gjitha, edhe intervenim? Duke filluar për mbushjeve, intervenime të ndryshme, kirurgji, implante, vinila, gjitha shërbimet. Për Zvicër jemi veç në përfundim të klinikës tjetër në Dentfix, edhe jemi në negociata në Gjermani, në Angli, mi po gjithmonë du me qenë kontakte ose kontakt me personat të cilët janë profesionalizum. Nuk bëj biznes ose nuk hyjnë për vendet të ndryshme, pa qenë profesionalist të fushës time, që me njoftë çka bojnë. Pa mbështetjen familjare, qoftë të prindve, qoftë e onë për shembull grusime, fëmijëve të mi, të cilët nini mungesë shumë madhe në raport me mu personalisht. Gruaja dhe fëmijët e mi, të cilët i kam 3 fëmijë, dhe gruaja e cila kujdeset për ta dhe e kam nderin me falenderuese pa ndihmën e saj nuk kisha mujtë as mja dalë. Kupton se unë ndoshta njerëzit të më shohin ndryshe si doktor të suksesshëm, po ato nuk e dinë që unë punoj 18 orë. Dhe filloi pari, çohem 6:30 dhe nganjëherë punoj deri në ora 12 ose 1 natës, që i përkushtohen punës, jo për të mira materiale, po janë për shkak të punës cilën ju kam përkushtuar stomatologjisë dhe e dua atë profesion. Dhe kom që me qenë ofër klientit ose pacientit ose qysh do qofë me thonë, se jemi në një kohë të cilën kemi bërë ndryshime shumë noja në aspekt të estetikës në stomatologji, ku nështë i kemi dhonë edhe shambull edhe Ballkanit se si punohet në stomatologji, dhe i kemi dhonë shumë njerëz për shambull të hujt, cilët janë pacient të hujt nga vendet të ndryshme të botës, e ngjojnë Kosovën, bjen shumë keq, që e ngjojnë prej Dentfixit. Unë jem këtu për të rregulluar dhëmbët. Kam qenë edhe njëherë këtu ku kam vendosur dhëmbët përpara, e tani jemi duke bërë dhëmbët prapa. Një mik i imi ka qenë këtu vite më parë, i ka bërë dhëmbët edhe ai dhe ka dalë shumë i kënaqur. Më ka thënë, kur dëshiron ti rregullosh dhëmbët e tu, duhet të shkosh në Kosovë. Jam kthyer sërish, jam shumë e lumtur. E kam rekomanduar disa herë dhe rekomandoj mjekun të kushdo dhe kudo, është më i miri. Më përpara kisha shumë frikë nga dentisti, ndërkaq tani jo më. Sa lezeta, ka ardhur prej Gjermanisë për Pia dhëmë? është një prej aktorëve më të njohur në Gjermani, cila është domethënë për pjesën e serialeve në për televizionet e tyre RTL, as po di se stash s'm kujtohet. Mirë po ka shumë figurë e njoftun atje. Figura rastësisht kemi qelluar. E ato deshta me përmend, që ne ishim për xhirime atje dhe rastësisht e takum si paciente, nuk është planifikuar Është gjë. një person shumë i mirë edhe fort saj tash kanë ardhur të tjerë. A të bën kjo doktor të shtrejt? Se tash munden me, ndoshta me përçu sinjale jo të mira ata që na ndëgjojnë, të njerëz të rëndomt, VIP, aktore gjermane, a të bën kjo të shtrejt? E ditë unë kam një princip të punës, që 15 vite punoj. Nështë tash edhe më herët e përsëriti qysh prej pjesës ku nështë s'kom pas pare, i kom fitu 10 euro një javë, se s'kom fitu heq. Dhe tash kam dimoj dikom 50 punëtor. Njët nuk ja kam leju vetit, kur njët, as mi shtrejtu çmimet, as më marrë një person më thonë,
unë të hapi 2 fishin, krymi ma shpeti, krymi ma mirë. Nuk ja lej. Ke pas ma shumë për krahës apo pengues? Qëra, një jetë ka dhe për krahës, po pa pengus nuk mund të mu arri suksesin. S'mundesh me fare. Absolutikisht. Kështu që pengesa kum pas gjithmonë, mirë po ja kom dalë. Di pse mendoj që ja kom dalë? Se ndoshta ka qenë sinqeriteti, korrektësia dhe puna e drejtë cilën ju mundu me bo. Jo me dredhinat cilat njerëzit mundojnë dhe për atë arsye gjithmonë ajo e pjesa që përparon. Sa lehtë ke me mbajt edhe studentët në universitet edhe me mbri në biznesin tënd? Është shumë e vështirë për arsye se ka përgjegjësitë e veta, sidomos në mjeksi, janë përgjegjësi shumë të mëdha. Në raport me pequjmë pacient, se na kemi të bëjmë me klient ose pacient të cilin bëjmë trajtime të dhëmbe, është knatësia më e madhe kur kemi mundësi të japim, të prezantojmë, domethënë, idetë tona, dijen tonë të studentët e ri, të cilët janë shumë të mirë, shumë lexues në këtë aspekt, në këtë kohë, dhe janë shumë të dijshëm në raport për shkak se është avancuar dhe teknologjia dhe gjithçka, stomatologjia është zhvilluar shumë, sidomos jo vetëm tek ne, por në gjithë vendet të botës. Kështu që është knatësia imja dhe është shumë e vështirë, mirë po ja dal. Pse jeni të veçantë në rajon me mbjelljen e flokëve? Jemi të veçantë në rajon për arsye se kemi unë në çdo biznes, se unë nuk hyj në biznese të ndryshme pa mu përshtat me profesionin tim. Kjo profesioni ku ne jemi në lider në estetik, ju mundu që të prezantojmë edhe pjesën e dermatologjisë, ku janë intervenimet estetike dhe intervenimet për shembull për smundjet dermatologjike. Mirë po kum hyrë në pjesën e mbjelljes së flokut me anë të robotikës, të cilën jemi të vetmi thujse në Ballkan është e sigurt, mirë po janë diku në 3 në botë. Një është në Londër dhe një në Amsterdam, përveç Turqisë për folë, dhe një në Kosovë. Ku kemi hyrë me një metodë pak më ndryshe për shkak se na e leton punën, është më sterile, është më efikase, është pacienti domethënë nuk ka shumë dhimbje, nuk ka shumë entje, nuk është gjithçka është prezantuese dhe është korrekte te pacienti për arsye se e sheh çdo graf të fjet flokut që i mbjellet në mënyrë digjitale, që i numërohet me numër të saktë. Kemi filluar me një metodë të re, domethënë të cilën është përdor deri tash me fuë që është bë dëmtimi, grafteve dhe shpurja dyer, tash është robotik DHA që është edhe më shpejt, edhe drejt për drejt, edhe fija flokut të sterile. Është një metodë shumë e mirë, shumë e re. Edhe ka pak dhimbje, më ke thënë. Absolut, pa dhimbje. Dhe për atë arsye mendoj që jemi lider në Ballkan dhe nikosisht jemi distributori i kësaj robotikës për Ballkan. 3 këshilla për ata që dojnë me mbrim biznes. Këshilla e parë. Pa hek, s'mundesh me koni suksesshëm, pa hek qysh për fëminisë dhe deri të mendoj. Unë po foli prej vetvetes, njerëzit mund me pas mendime të ndryshme që nështë edhe i kam pasunit prej prindve dhe shumë mirë që i ta shikojnë, unë kam qef ata mi gëzu edhe mi rritë edhe mi shufishu, është nësi shumë e madhe, mirë po unë prej vetis për njësë në pa hekës s'ku mujtë me arritë në sukses. Në 2 është puna, sinceriteti dhe profesionalizmi, dhe në 3 jënë afërsia me pacientin dhe mikpritet të cilën t'i jap dhe krijimi raport familjar, shoqënor me pacientët cilët ju i keni.